Ginekologët am por jepin gratë shtatzana. Kanë filluar qytetarët me të madhe që ankesat e veta t'i paraqesin në fondin për shëndetësi në numrin falas 0800 33 22 22 dhe numrin mobil 070 339 180. Por tani rastet duhet paraqiten edhe në drejtorinë për të hyra publike në numrin falas 198. Me këtë ordinancat e mjekëve, ginekolog am që nuk japin llogari fiskale rrezikohen të mbyllen nga drejtoria për të hyra publike. Por nëse japin llogari fiskale, atëherë pacientët atë llogari duhet ta dorëzojnë në fondin për shëndetësi, si dëshmi se mjeku am ilegalisht ju merr para pacientëve të vet. Ginekologët am ilegalisht I kanë plaçitur gratë shtatzëna për ehu të barkut dhe marrjen e brisqeve, duke ju marrë deri 500 denar për një kontroll. Një ginekolog am që ka pacient të regjistruar vetëm për një muaj nga fondi merr nga 2.000 deri 5.000 euro në muaj si formë e kapitacionit. Një grua që regjistrohet në ordinancën ginekologjike, ginekologu am për atë grua çdo muaj merr nga 50 denar. Në Maqedoni nuk ka ginekolog që minimum ka 3.000 pacient të regjistruar. Do të thotë nga fondi, ginekologu në muaj merr deri 2.500 euro. Ai që ka 6.000 pacient merr 5.000 euro në muaj. Me këtë, ginekologët janë mjekët më të paguar në Maqedoni, por ilegalisht I plaçkisin pacientët.